Isaac Newton, 1642-1727. Natyra, ligjet e natyrës flen në errësirë, tha Zoti, le të jetë Newtoni, dhe shkëlqeu drita. Alexander Pope. Isaac Newton, shkencëtari më i madh i kohërave, u lind në Woolstrop të Anglisë, më 25 dhjetor të vitit 1642, në të njëjtin vit që vdiq Galileo Galilei. Që fëmijë Newtoni tregoi interes për mekanikën, ishte i shkathët dhe shumë i etur për dije. Megjithëse i zgjuar, në shkollë nuk landojnë përshtypje të veçantë, si nxënës ishte i pavëmendshëm. Kur u rit, ëma u përpoq ta çregjistronte nga shkolla ku studionte, me shpresë që të merrej me bujqësi, ku mendonte se do të ishte më i suksesshëm. Për fat u zbulua që ishte me dhunti për punë të tjera, kështu që në moshën 18 vjeç u regjistrua në Universitetin e Cambridge-it. Aty filluan të dalin në pa aftësitë e tij. Në vitet midis moshës 21 dhe 27 vjeç, Newtoni hodhi bazat themelore të teorisë shkencore, të cilat më vonë mundësuan shndrime rrënjësore në botë. Shekulli i 17 ishte koha kur shkenca mori hovë të paparë. Zbulimi i teleskopit në fillim të shekullit ndryshoi dukshëm studimet astronomike. Filozofi anglez Franz Bacon dhe shkencëtari francez René Descartes u bën thirrje shkencëtarëve të Europës që të mos mbështeteshin më në autoritetin e Aristotelit, por të fillonin kërkimet shkencore sipas përvojës vetjake. Newtoni i madh arriti të zbatojë në praktikë atë për të cilën dyshonin Baconi dhe Descartes. Studimet e tyre për astronominë dhe shfrytëzimi i teleskopit sollën shndrime thelbësore në këtë shkencë, ndërsa eksperimentet e Newtonit në mekanik e çuan atë në formulimin e ligjit të parë të tij për lëvizjen. Shkencëtar të tjerë si William Harvey që zbuloi qarkullimin e gjakut dhe Johannes Kepler që formuloi ligjet për lëvizjen e planeteve rreth diellit, gjithashtu sollën aspekte të reja informative në rrjetet shkencore. Megjithatë, shkenca e pastër ende ishte shqetësim për njerëzit që merreshin me punë mendore. Ende nuk kishte argumente për vërtetimin e hipotezës së Francis Baconit. Saktësia në teknik mund t'i shndrojë rrënjësisht kushtet reale të jetës së njerëzve. Edhe pse Koperniku dhe Galilei hodhën poshtë disa nga arsyetimet e gabuara të shkencës antike, duke sjellë kështu një kuptim më të saktë për gjithësinë, përsëri nuk ishin formuluar mirë parimet, me anën e të cilave t'i bashkonin të gjitha faktet në një teori të vetme, me qëllim që të realizoheshin parashikimet shkencore. Isaac Newton është ai që krijoi këtë teori dhe që e vuri shkencën moderne në rrugën që vazhdon dhe sot. Newton nuk kishte dëshirë të shpallte rezultatet e punës së tij. Edhe pse në vitin 1669 formuloi idetë themelore të zbulimeve të tij, një numër i madh i teorive të tyre u botuan shumë më vonë. Botimi i parë i punës themelore shkencore të tij është për natyrën e dritës. Pas një vargu eksperimentesh të menduara mirë, Newton arriti të zbulonte përbërjen e dritës së bardhë të zakonshme nga të gjitha ngjyrat e ylberit. Paralelisht ai studioi me themel ligjet e pasqyrimit dhe të përthyerjes së dritës. Kështu, në vitin 1668 ai ndërtoi dhe vuri në praktik teleskopin e parë me pasqyrë, teleskopin refraktar, që shfrytëzohet dhe sot në shumë observator astronomik. Në moshën 29 vjeçare këto zbulime bashkë me eksperimente të tjera për optikën i shpalli përpara shoqatës mbretërore angleze.
Vetëm me anën e këtyre zbulimeve, ai siguronte vendin si personalitet i shquar i këtij rangu. Por arritjet e tij janë të shumta, edhe në matematikën e pastër, edhe në mekanik. Rreth moshës 23-24 vjeçare, arritja e tij kryesore në fushën e matematikës ishte zbulimi i njëhsimit integral. Kjo arritje më e rëndësishmja e matematikës moderne nuk është vetëm bërthama nga ku lindi pjesa më e madhe e teorisë bashkëkohore të matematikës, por edhe një instrument i jashtëzakonshëm, pa të cilin përparimi i shkencës bashkëkohore do të ishte i pamundur. Sigur asgjë tjetër të mos zbulonte, mjaftonin vetëm llogaritjet integrale, dhe do t'i siguronin atij një nga vendet kryesore në këtë libër. Megjithatë, sukseset më të rëndësishme të Newtonit në fushën e shkencës mekanike, e cila sqaron lëvizjen e trupave materiale. Galilei zbuloi ligjin e parë të lëvizjes, ku sqarohet lëvizja e trupave në mungesë të veprimit të forcave të jashtme. Në praktik është e qartë se të gjithë trupat i nënshtrojnë ndikimit të forcës dhe në thelb lind pyetja në mekanik: si lëvizin trupat në veprimin e forcave të jashtme? Këtë problem e zgjidhi Newtoni me ligjin e tij të dytë për lëvizjen, që vlerësohet si ligji themelor i fizikës klasike. Ligji i dytë i Newtonit, formula matematike është F barazi ma. Thot, nxitimi i një trupi është i barabartë me forcën vepruese e pjesëtuar me masën e tij. Duke u bazuar në këto dy ligje, Newtoni formuloi ligjin e tretë për lëvizjen, i cili thot: në çdo bashkëveprim trupash, veprimi është i barabartë me kundërveprimin në drejtime të kundërta, si dhe ligjin e njohur për gravitacionin kozmik. Këto katër ligje, të marra së bashku, paraqesin sistemin e njëjtë, nëpërmjet të cilit të gjitha sistemet mekanike mikroskopike, nga lëvizjet e lavjersit deri në lëvizjen e planeteve sipas orbitave rreth diellit, mund të studiohen praktikisht dhe mund të parashikohen marrëdhëniet njëri me tjetrin. Newtoni jo vetëm që formuloi ligjet themelore të mekanikës, por duke shfrytëzuar llogaritjet integrale, tregoi se si mund të zbatohen ato për zgjidhjen e problemeve të sotme. Ligjet e Newtonit shfrytëzohen për zgjidhjen e një vargu të gjerë probleme shkencore dhe teknike. Sa ishte gjallë ai, zbatimi më dukshëm u krye në astronomi. Këtu Newtoni zuri vend kryesor. Në vitin 1687, ai botoi veprën e njohur Parimet matematike në filozofinë e natyrës, që shkurtimisht njihen me titullin Parimet. Në të janë përfshirë ligji i gravitetit dhe ligjet për lëvizjen. Ai tregoi se si zbatohen ato për përcaktimin me saktësi të lëvizjes së planeteve rreth diellit. Detyra themelore e astronomisë dinamike është veçanërisht parashikimi me përpikmëri i gjendjes dhe lëvizjes së yjeve dhe planeteve. Newtoni me një të hequr vije e zgjidhi shkëlqyeshëm këtë problem. Pikërisht për këtë, të gjithë e vlerësojnë si astronomin më të madh. Atëherë, cili është vlerësimi ynë për rëndësinë shkencore të Newtonit? Gjatë rishikimit të regjistrave të kujtdo qoftë enciklopedie shkencore për vlerësimin e shkencëtarëve, zbulojmë se shumica, 2-3 herë më shumë, janë vetëm për Newtonin, për ligjet dhe zbulimet e tij, se sa për ndonjë shkencëtar tjetër. Përveç kësaj, duhet kthyer vëmendja dhe nga vlerësimet që kanë bërë shkencëtar të tjerë për Newtonin. Shkencëtari gjerman Gottfried Leibniz, 1646-1716, me të cilin ka patur mosmarrveshje të thella, shkruan: po të marrim matematikën që nga krijimi e deri në kohën e Newtonit, pjesa më e madhe e saj është e Newtonit. Shkencëtari i madh francez Pierre Laplace, 1743-1827, ka nënvizuar se
Parimi ka përcen të gjitha veprat e tjera të njeriut gjeni. Louis Lagrange, 1736-813, përsëriste shpesh: Newtoni është gjeniu më i madh që ka patur bota, ndërsa Ernest Mach, 1838-1916, fizikan austriak, në vitin 1901 ka shkruar: çdo gjë që është arritur pas kohës së tij është deduktive, përpunim formal i matematikës në mekanik në bazë të ligjeve të Newtonit. Arritja e madhe e Newtonit mund të shprehet kështu: ai u mbështet në një shumicë faktesh të veçanta dhe ligjesh, të cilat mund të sqaronin disa shfaqje, por nuk ishin në gjendje të parashikonin asgjë. Shkencëtari na la të vetmin sistem ligjesh, që mund të zbatohen në një numër jashtëzakonisht të madh shfaqjesh fizike dhe që shërbejnë për parashikime të sakta. Në këtë vështrim të shkurtër nuk është e mundur të sqarohen në mënyrë të hollësishme të gjitha zbulimet e Newtonit. Prandaj shumë prej tyre, megjithëse janë suksese të rëndësishme, do të lihen pas dore. Newtoni dha një ndihmes të fuqishme në termodinamik, shkenca për ngrohtësinë, dhe në akustik, shkenca për tingullin. Ka formuluar në mënyrë të jashtëzakonshme parimin e rëndësishëm fizik të lëvizjes, forcës, veprimit dhe reaksionit, ndërsa përgjithsoi binomin Newtonit në matematik. Zbuloi radhën e binomit të pafund dhe i pari sqaroi bindshëm prejardhjen e yjeve. Kështu mund të themi se sido që ta marrësh, Newtoni është shkencëtari më i madh dhe më i shquar i botës. Mund të bëhet pyetja se përse në këtë libër Newtoni vlerësohet më lart se disa figura politikanësh të njohur, siç janë Aleksandri i Madh apo George Washingtoni, edhe para udhëheqësve të shquar fetar si Jezus Krishti dhe Buda. Pikpamja jonë është se përballë rëndësisë së madhe të shndrimeve politike njerëzit në botë 5 shekuj pas vdekjes së Aleksandrit, jetonin njësoj si stërgjyshrit e tyre 5 shekuj më parë. Sipas së njëjtës logjik, jeta e njerëzve 1500 vjet pas Krishtit ishte e njëjtë me atë të njerëzve që jetonin 1500 vjet para Krishtit. Ndërsa në 500 vitet e fundit me përhapjen e shkencës bashkëkohore, në të vërtetë jeta e shumicës së njerëzve ka ndryshuar. Ne vishemi më ndryshe, ham ushqim tjetër, punojmë në mënyrë tjetër, dhe kohën e lirë kalojmë shumë ndryshe nga njerëzit, para 5 shekujsh. Zbulimet shkencore kanë sjellë ndryshime rrënjësore në teknikë dhe ekonomi, duke ia ndryshuar pamjen edhe politikës, fesë, krimtarisë dhe filozofisë. Zbulimet shkencore praktikisht luajnë një rol të madh në shndrimin e shoqërisë. Dhe pikërisht për këtë arsye, kanë zënë vend në këtë libër një numër kaq i madh shkencëtarësh dhe zbuluesish. Newtoni, si shkencëtari më i madh dhe figura më e shquar në zhvillimin e mendimit shkencor, e meriton plotësisht vendin në krye të çdo klasifikimi për personalitetet më të shquara të botës. Isaac Newton vdiq në vitin 1727 dhe u varos në rrethinën e kryeministrisë, sepse ishte shkencëtari i parë që e meritonte një nderim të tillë.